Gjendet pas shenja jete një 37 vjeçar afër portit të Shëngjinit. Një person i moshës 37 vjeç është gjetur pa shenja jete në afërsi të portit të Shëngjinit. Shtetasi NZ, banues në Fushkruj, dyshohet se është mbytur pasi nuk janë konstatuar shenja dhune në trup. Rreth orës 15:40 në afërsi të portit të Shëngjinit, punonjësit e policisë kufitare të portit kanë konstatuar në afërsi të bregut trupin e një shtetasi të pajet, disa metra larg trupit. Shërbimet e policisë kufitare kanë konstatuar një mjet lundrues tip jet ski. Në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime fizike. Paraprakisht dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e mbytjes në det. Thuhet në njoftimin e policisë së shtetit, grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.